Presidenti Bujar Nishani ka kthyer për rishqyrtim në Kuvend ligjin për masat shtesë të sigurisë publike. Presidenti thotë se ligji i miratuar në seancën plenare të datës 10 mars 2016 bie ndesh me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, Konventon Europiane të drejtave të njeriut dhe jurisprudencën përkatëse të detyrueshme në Republikën e Shqipërisë. Në argumentimin e presidentit theksoi se ligji nuk siguron respektimin dhe mbrojtjen e të dhënave personale, i jep policisë një pushtet të pakufizuar për të vlerësuar instalimin e sistemit të kamerave të sigurisë kudo nëse përbën burim rreziku të shtuar, ndërkohë që nuk janë përcaktuar kriteret mbi bazën e të cilave kufizohet apo përcaktohet lloji dhe masa e rrezikut. Në arsyetimin ligjor të presidentit, nënvizohet se me anë të këtij projekt ligji, shteti ndërhyn në jetën private dhe familjare duke prekur subjekte dhe interesat, të cilat janë të mbrojtura në bazë të Kushtetutës. Sipas presidentit, të referuar dokumentave parlamentare, nuk dele qartë se përse masat e deritanishme nuk kanë sjellë rezultate dhe përse pikërisht përdorimi i masave shtesë të sigurisë do të luajë një rol të rëndësishëm në ruajtjen e sigurisë publike, zhdukjen e paligjshmërisë dhe informalitetit.